Të 70 sekonda zoti Primul Mele. Do të në funksion të asaj. Ishte do të thënë dy shembuj kështu, do të thënë për shtimin e ës dhe në mes të fjalës që tha zoti Pingulli dhe në fund të fjalës. Do të thënë kemi fjalën e famshme e shtëpi që e kemi përmendur disa herë, shtëpi, shpej që i thonë në dibër. Shpej, që është shpell. Ma 10.000 vjet më parë që e shpell. Sot e kësa ditë thuhet shpej, thonë ata, është e njëjta fjalë zoti Guri. Është e njëjta. Na kjo hospital, spiti, gjitha e kanë atë shtëpinë brenda. Po pse do ta bëjmë shtëpinë? Pse do ta bëjmë shtëpi? E mos ta bëjmë shtëpi. Siç është, siç ka qenë. Jam shumë dakord. E kemi futur atë ënë. Po vetëm për të hequr origjinën, pra për të hequr, për ta vjedhur, për ta ndërlikuar. Për ta ndërlikuar. Jo më Fredo. Edhe për të hequr atë origjinën e shpellës. Po pse e vuri anaj në fund? Që mos ta bëj dy rrokshë, pra. Jo natë. Jo dritë, po dritë. Pra shqipe dy rrokshë si tjera dhe uruar. Po. Është i tjera, më s'ka ndonjë kush e di. Edhe është 1500 vjet tonë. Mirë, zoti Guri. Se tash po flasim sikur rastësisht po ndodhin gjithë këto gjëra. Po, por nuk janë. Ti mendon se këta njerëz mend sa këta Giovanat edhe të tjerë nuk ka, nuk ka. Si Aleksandr Giovani, si Eqen Qabej nuk ka. Nuk kanë mend sa ata. Pa që nga 152-shi, Giovani dhe Qabej nuk ullën më në përdum. Këta që bëjnë namin. Bëj pyetjen e cila mund tjetë e keqe, po pse pas kanë pas mend për t'i shtuar këtë gjëra? Ka pas një objektiv. Po pra. Kush është objektivi? Që ta heqin gjuhën, të prishin lidhjen me të heqin gjuhën nga ato dhe ta lidhin me Grekun dhe me Slavin. Po bra, shumë jam shumë. Jo, ti japi rrugë atyre, ti japi rrugë. Nuk duhet ta akuzoj njëri. Jo, po nuk shoh arsye tjetër. Kjo jam shumë dakord. Si ka mundësi, ja po them edhe gjë tjetër me që merr dhe rasti. Si ka mundësi që Dimitër Shyteriqi, që në fundit ka dhe gjëra pozitive për gjëra negative, ashtu. Thot që gjuha e Buzukut dhe e Budit thot i përkiste një feudalizmit fiseve. Po. Kur ndërkohë, domethënë, ne janë bazat e gjuhës, ne nuk mund të themi këtu që Skënderbeu fliste gjuhësisht më mirë se ne. Po ishte Skënderbeu, e kupton? Edhe këta mund mos kenë gjuhën e sotme, por bazat e gjuhës së këtyre janë bazat me cilët ne mbështesim gjithë ortografinë e fonetikën tonë. Ta vazhdoj që ka të ju zoti Pingulli? Po. E mbarë mënda të ku ta fillosh prapë? Po. Me le. Po. Thatë gjua feudale e 4 B-ve. Pas e vazhduan Medhi, Pashkovasa, Migjeni, Dremjeda, Shlaku, Gjoslaku, Fishta. E i thamë, edhe shumë tjerë. Gjuhë reakcionare që katolike e Vjenës. Gjuhë reakcionare. Pra, Pashkovasa që ka bërë librin shqiptar dhe Shqipëria që me erdhi mua originali sot me erdhi originali, që atë lexosh. Edhe për atë libër, Pashkovasa, për shkak se idetë e tij ishin njesh me gjithë akademinë angleze. Gjithë akademia angleze mendonte njësoj ky me një zbulim, me një libër, ja kalon gjithë dinastisë të akademikëve të Britanisë. Dhe ata e bëjnë akademik nderi, vetëm për një libër. Pra, pas ka qenë i përkthyer ky libër. Po më i uruar, po çat bëj. Edhe tash ky quhet reaksionar tash, me qesh katolik. Pashkovasa, Dremjeda, Migjeni, ka qenë katolik. Vazhdo. Sipas zotit Elezi, në për diskutimet e militantëve, tashmë tërë gegërishtja shpallet gjuhë e deklasuar. Po pra. Të thuash gjithashtu se dialekti geg ka qenë një gjuhë reaksionit, veç të tjerave, duhet mohosh veprat. E Pashkovas, të Shirokës, të Mjedës, të Qemarstafës, të Migjenit, Giovanit, Shyteriqit, e tjera. Hartimi Qemarstafës është gegnisht. Do më thënë, hartimi, ajo, pastaj, qortimet e vjetë. E njëjta gjë që thotë zoti Elezi, se edhe kaq ka mund edhe pastaj paranoja e klasës re politike nuk ndalet në sulmin ndaj Qabejt, të cila e kritikoshin Stefanaj Polo, bashkë me Dimitër Shyteriqin, që nuk ishte shumë patriota, kupton të tjera, por bëhet sak i gjujtjes vetë Majeri, i cili në studimet etimologjike
edhe pse me mundësi të kufizuara, krahasuar me pasardhësit, për shkak të betimeve të pakta shqip, kishte dëshmuar botës se gjuha shqipe i përket familjes indo-europiane dhe përfaqëson dialektin e vonë të ilirishtes. Aty ku Bopi, Franz Bopi, i 67-ës, 91-67-ës, kishte vënë një gur themelin në klasifikimin e indo-europianizmit të gjuhës tonë, Majeri kishte ngritur një mur të palëkundshëm që do të lartësonte më tej Jokli e të tjerë. Tani ky Majer akuzohet për racizëm të gjuhëve të tjera. Domthon kjo është konkluzioni i 72-shit, e kupton? Këto janë problemet. Të forcoj. Zoti Bale. Në 1972-shin, profesori Kerim Çabei, që duhet lexuar ndërjeshta. Unë nuk jam dakord që njerëz merren me çka ka mundur të bëj e të thojë ai. Po në fakt ne do merremi për ta vlerësuar të figurë edhe ky savant në kohën e vet. Ka bërë një punë shumë voluminoze. Të jashtëzakonshme. Po pse veprat e tij nuk kanë botuar në Shqipëri? E tham rrallë në kaluarën. Pse nuk ka bërë kjo pikë të madhe ti. Pse këta mbrojnë në ombrellën, këta që quan mësues në 8 vjeçare, 7 vjeçare, edhe kjo është çështë tjetër kjo. Po vim ke kongresi, i cili tha, sepse deri në 1952-shin, Aleksandr Gjovani dhe Kerim Çabei ishin pjesëtarë të komisijës që nga 1916, 20, 30 dhe u përjashtuan këta 52 dhe 72-shin, këta u përjashtuan nga komisia, nga gjuha letrare e njësuar të dyja dialektet. Dhe edhe shtroi një ndërjesht atje, tha, po pra, a i kemi studiuar neve të dy këto dialektet, gegrishten dhe toskrishten, edhe vendosim njerën për tyre, po shu sa filozofike është. Prandaj mos nxitohemi dhe. Çish ky nxitim? Nuk bëhet ajo çak fap, ajo do një platformë, do një studim. Kisha ardhur gjutari kur u formua Instituti Albanologjisë në 52-shin, kisha ardhur gjutari rus, edhe thoshte që fjalët e Stalinit e pranonte gjuha vjetër shqipe, do t'i vendosin ndërpërjeshta. Thoshte gjutari rus pra porosiste dhe filloi tash kjo komisia u shndrua gradualisht në gjuhë revolucioni, gjuhë populli, gjuhë klasave, proletariat. Eksakt, gjuhë proletariat, tregon që ke lexuar. Prandaj ne jemi shumë injos profesorit, savantit, Simonoid është një shprehje që do të thotë një njeri njerëzor, por me vlera të larta. Kështu quhet Simonoidi. Mehmet Elezi, të cilin ne e kuptonim që e kemi diskutuar dhe me shumë në këto kuvendet tona që kemi bërë konferencat shkencore për albanologji histori, por nuk i dinim shkaqet. Nësa profesor Mehmeti ne e ka sjellë në mënyrë brillante, ku mund të jenë një armë për të bërë një paqe, për të bërë një lëvizje, për të bërë një mendim, për të riparë vetveten, pse kjo paskajorja, pse nuk ngelen një rrokshe shumë terma, pse hiqet ajo tu luvru, do vit të marrëdhemi ne, se të marrësh me marr. To take, si anglisha, to take. Edhe unë i them kur si do vit të marrë në orën 7, po sa e bukur është kjo getnishte, do vit të marrë, do ka dy të tepra. Më kuptove? Pra shumë e bukur është paskajorja infinitive. Çabei infinitivja. Çabei në një moment caktuar kur nuk mbante dot më nga pasi edhe kishin kritikuar, pasi edhe kishte frikë nga për të bërë gjë tjetër, megjithatë thotë. Si do të vëm në bazë të njërit nga dy dialektet kur nuk janë studiuar mirë asnjëri as tjetri? Sa po e tash? Sa po e tash? Më fali se. Duke pas të përsëritja, unë përsëritja është bile duhet të edhe njëherë, ja ta dhe mundri prap, që duhet ta gjoj shqiptari më. Si mund të më jetë një gjuhë e vetme, tash me këta që thonë që ai kongres nuk lëviz. Po dalë valla se nuk lëvizim. Nuk lëviz ai budalli, ai nuk lëviz apo. Po i më shumë lëviz apo. Sa të meta kemi zoti Kostollari, po Androkliu, i cili patjetër që është buri mançur, patjetër që është gjuhëtar, patjetër që është ashtu, por në një moment kritik. Dhe jo herët shumë. Po mas vdekjes e Enver Hoxhës. Thot, në ditën e teorisë marksiste-leniniste për kombin dhe kulturën kombëtare, shoku Enver Hoxha ka përpunuar me larg pakëmsi shkencore politikën
gjuhësore të vendit tonë. Hajde folë të Tash jam. Domethënë të gjithë jemi të gjithë jemi të gabueshëm. Edhe arsye kemi mund të kenë pas, unë nuk kam gjë me Postollarin. Se të gjithë kemi bërritur në kohën e Enverit edhe nuk jemi më pak fajtor për këtë pikpamje, por ama duhet të qëndrojmë, të kthejmë, jo mas viteve 19 të bëhet një konferencë shumë interesante në vitin 2002 edhe të mos nxirret asnjë defekt për drejtshkrimin 72. Pas ka qenë përsosur atëre marrëveshje ishte edhe ajo, një marrëveshje po. Diktatura ra. Ç'na pengon neve sot në shoqëri të hapur të lirë, të shikojmë revizionimin e atyre vendimeve, atyre mendimeve, s'po themi që po të gabim, po ashtu ishte. Koha mendimi apo ishte një marrëveshje. Po, dakor. Dhe tani prap, kjo marrëveshje mund të përsoset. Akoma, me një marrëveshje tjetër, më të përsosur. Prandaj këtu i ftojmë, meqenëse jemi dhe në fund të emisionit, i ftojmë të gjithë specialistët e gjuhës, të gjithë profesionistët e gjuhës. I ftojmë të vim, e kanë të hapur dhe këtë studion tonë, e ftojmë publikisht dhe zotin Elezi, Mehmet Elezi. Të vi, është i mirëpritur në studion tonë. Ai është gati i domosdoshëm. Patjetër. Na ka veshur ne me shpirtin e tij. Patjetër, është profesionist i jashtëzakonshëm i kësaj gjë. I ka dhënë këtij kombi një pasuri të jashtëzakonshme me 40.000 fjalë që i mungonin zoti Guri. 41.000 fjalë. 50.000 faleminderit. Edhe ato shprehje frazeologjike, nuk dim çfarë do të thotë. 50.000, nuk dim të nuk dim akoma atë sa ka rezervë. Po 180.000. Dhe këto ishin lëmënja që nuk ekzistonin këto zoti Guri. Këto nuk ishin. Po, fshihen me një rënd kalemit. Ja, udoni, ja i pasë në djerë. Brother, falindej, pension, ngojen. Pensioni. Neve kemi thënë, mëngoj. Ne kemi thënë, kanuni, qofsha falo kanun, për ne edhe do bëjnë luftë e kanuni që ishë tjetër. Po të diskutoj me një koleg tjetër, me zotin Akle që do në vitë në emisionin tjetër. Që kanuni, ka thënë që kur zonjë spis i ndodhë që buri në lufte, buri e tjera, atëre komuniteti blidhe dhe i siguron pension. Po neve, po kjo është fjalë 10.000 vjeçare, po kjo është fjalë të paktën 1468 e kanuni, po kanuni leka, kanuni mori nga leka i madh, 1350 para Krishtit, po leka i madh e kishte marrë nga Trojanët, parindej. Pra, fjala mngoj. Po ja, shive, këto fjala antike, vjetrit. Po më kujtohet edhe një gjë të bukur me këtë ngoj, se italiani thot kur gëlltit një gjë thot ingojare. Ingoj më bur. Ta tash në çike tani. Po janë dy fjalë shqipe. Ingojare thot italiani. Unë që se kam dëgjuar tash unë. Ta flasin shqip. Po do të thashë çdo fjalë latine është po janë dy shqip. Ingoj nga gjuha shqipe. Po reklama më. Pahani, shumë pahani. Po shko, më e forta, dhe reklama është fjala shqipe, re, zoti Guri, re, që vë re. Po simptoma më, po simptoma. Panorama, nga simptoma. Shenjë, simptoma. Ku themin e sinoptika, simptoma, shenja. Fantastike, duhet studiuara, i duhet bërë një platformë, duhet të na ndihmoj zoti Elezi. Doktori të pyet, çfarë simptoma ke? Po çfarë shenja shkema? Ato janë më shenja. Që të shënoj, po. Shinë një qeshtë. Do thoshe këtë, te ka do të nalojë ke ngoja, që kur e thanë që Bismarcku e parashikoi ky diktator i madh që e ktheu Prusinë në Gjermani, po ky diktator si ka mundësi mendoi për pensionin e grave. Ai e kishte gjetur nga kanuni. E kishte gjetur, pra kanuni jon, o të nderuar jurist, o të nderuar shkolla e jurisprudencës, o ju avokat, o ju gjyqtar, i shikoni se sa shprehje se i kanuni është mbështetur savanti Mehmet Elezi. Në kanun gjëra edhe gazulin kanun. Edhe tek visaret e kombit. Edhe tek krishnikët. Po, edhe gjen atje pa fund fjalë që zbukurojnë gjuhën shqipe. Pasuri të lëna mjan. Sepse e tham dhe një që Eskili edhe komedit shkruheshin në 2 dialekte. Kështu do të? Edhe prandaj është e bukur, njëri shkonte për. Dhe çfarë do thotë Eskili zoti Guri? Eskili. Eskili zoti Guri. Është shqipe pastër zoti Guri. Këtu t'jap të drejtë. Mos i kalo kështu këto gjëra. Nuk i kaloj, dakor, t'jap të drejtë. Dhe edhe unë do ndalesha edhe një sekond le me Lodi Pindu këtat, përmendet Dimitër Shuteriqin. Nuk i vë faj zoti Bardaj,
që thotë që shqiptarët shkuan në Greqi, e thotë edhe i madhi profesor Pullum Gjufi, që shqiptarët shkuan në Greqi pas Skënderbeu 1470. Po arvanitët, po mitologjia. Po teti, Perëndesha teti, kur ka dalë emri teti. E mirë, unë do bëj inxhinierin tash. Po, e thotë dhe Dmir Shteriki, është vërtetuar që kanë shkuar 1350. Kanë shkuar një val aty. Po dorët, kur kanë vajtur 1300. Po 10 vale, 20 vale. Po dorët e famshëm. Po mirë, kur vajtën këta tash, a do të theksoj fort neve këta që ata gjetën aty? Se vajtën që u pritën vëllezërit e tyre. Pra, këta Albanitas, që do të thotë popull Alban, janë, jo të qekë nëndë që thotë Dmir Shteriki, mund ketë një valë në 900, mund. Por, ama prit, 900, 800, 700, ishe një territor, Albania fillonte në Danub, e përfundonte e fundit në Athinë, Albania. Prandaj edhe 1827, kur u bë revolucioni, Kryengitja, pasaj revolucioni, Kryengitja shqiptare, atje në Neapoli, qyteti i rimëve, atje u shënua Nea Albania e re. Nuk u tha atje Greqia, akoma s'kishte lidhur në konceptin grek. Von urdhoni. Po, e humëm dinamikën se duket se kaluam një sekond që do të theksuar çfarë. Jo, shumë mirë, po. Duhet të kalojmë çik tek pika e dytë. Po. Kemi edhe po. Okej, edhe 10 sekonda te pika e parë, domethënë një përmbledhje vogël, na këto që thamë zoti Guri, zoti Pingulli dhe të nderuar miq, nxjerrim një konkluzion që këta baballarët e kombit pas kanë qenë të gjithë të dashuruar me gjuhën shqipe, kanë qenë të gjithë gjuhëtar. Ti marrësh me emra, Noli, Konica, Emerat, po i famshëm Pashkovasa që e përmendet ti, që ka thënë mos shikoni kisha e xhamia se feja shqiptarit është shqiptaria. Domethënë, është Shqipëria, domethënë kanë qenë gjuhëtar, aq shumë i pas kanë mëshuar kësaj studimit të shqipes e përsosjes së shqipes, aq të rëndësishme e kanë konsideruar këtë fakt, siç e konsiderojmë dhe ne sot. Dhe siç e kanë konsideruar dhe i nderuari zoti Mehmet Elezi, që ka bërë gjithë atë punë voluminoze, janë dashur vite nga jeta e vet, që ka bërë atë studime që kanë nxjerr dhe që ne patjetër mendojmë që do të merret parasysh në hartimin e fjalorit të madh, se nuk mund të lihen këto 41.000 fjalë aty. Atëherë ne jemi 3 inxhinierë, zoti Baraj, dhe kemi një diskutim aktualiteti, po më lejo vetëm dhe një fjalë. Që Shaban Sinani, ai buri i shkutur, për me mendje të madhe në fakt, ka thënë që populli shqiptar, kur është në një zgrip, siç jemi ne sot, se jo rastisht diskutojmë për gjuhën. Se mund ta thuajë ndonjëri po ju inxhinier as ne me gjuhën. Po më poti. Kur populli ka keq, inxhinieri, si ta them, fjalëra mallkuar që jo, një inxhinier quhet i nderuar, i respektuar, kur mendon për të luar situata vështira të një kombi. Në këtë rast, tot Shaban Sinani, kur kombi shqiptar ka patur keq, ka thirrur për ndihmë as armën, as general, as ushtar, as luftë, ka thirrur gjuhën. Ka thirrur gjuhën shqipe. E ka shpëtuar, mirë marrë fjalë përgjithshme, dakord, pendë ka thirrur gjuhën shqipe dhe e ka shpëtuar nga çdo gjë. Rrënja kombeve. Prandaj këtë e ka thënë edhe mua pëlqen kjo fjalë tjetër. Edhe ne tre, pamë si jemi gjëra, kemi thirrur gjuhën për ndihmë për kaluar të situatë vështirë që ka kombi jon. Eksakt, edhe ne përsërisim me një fjali këtu që të gjithë gjuhëtarët tanë të mendojmë për një platformë, për një ndërthurje shumë më të mirë, shumë më harmonike të gegnishtes me tosknishten, dhe për të krijuar një gjuhë që dhe të huaj ta mësojnë, se atë gegnishten e mësojnë me njerë, kemë para ato emisionet ne. E mësojnë e flasin dhe nuk kuptojnë ç'a janë. Edhe të bëhet një harmonizim, të bëhet me thjesht dhe për të huajt, se është krijuar ky miti kot që është e vështirë shqipja.